Ministri i Mbrojtjes Pirro Vengu, para gazetarëve duke mos treguar shumë detaje, deklaroi se Shqipëria ka rënë dakord për pjesëmarrje në fazën e parë në shtabin për Gazën, ndërsa vijojnë konsultimet me aleatët për detajet dhe numrin e pjesëmarrësve në forcën stabilizuese në Gaza, siç u vendos në Bordin e Paqes në Washington. Kur më zhdon mundësia para pak kohësh të shprehem për këtë temë e angazhimit në forcën e stabilizimit të Gazës, e kam thënë në krye të herës që është një angazhim me 2 faza. Shqipëria përfshihet në shtab dhe nga momenti që ka një qartësi operacionale për mënyrën se si aleatët do veprojnë, kush do jenë rregullat e angazhimit, rregullat e luftimit praktikisht, atëherë Shqipëria do angazhohet me forca konkrete në ombrellën e një vendi aleat. Këtë kemi thënë krye të herës, këtë po vazhdojmë të themi dhe sot. Ndërsa shefi i shtabit të ushtrisë, General Arben Kingji, tregoi përgatitjet e vendit tonë për të bërë pjesë e forcës stabilizuese. Aktualisht neve kemi deklaruar pjesëmarrjen në fazën e parë me oficerë në shtabin e këtij operacioni, në shtabin që do krijohet për këtë qëllim. Njëkohësisht jemi duke punuar me aleatët tanë për detajet e tjera. Nuk kemi përcaktuar akoma numrin e saktë të pjesëmarrësve, nuk ka ndonjë gjë konkrete në lidhje për këtë gjë. Por Shqipëria ka shprehur dakordësim për marrjen e këtyre. Njëkohësisht jemi në diskutime edhe me aleatët për Framework Nation, shtetin në të cilin do të jetë aty, në të cilin neve pastaj do vazhdojmë detajet tona. Në konferencë, ministri foli edhe për ecurinë e rekrutimeve të reja. Kemi 3 faza rekrutimesh, 3 procese rekrutimesh gjatë vitit. Është përmbyllur faza e parë me 252 fitues të shpallur këtë muaj dhe që kanë filluar sot stërvitjen në qendrat tona stërvitore, me një shpërndarje në mbarë gjeografinë e vendit, që është e vërteta, duke dëshmuar edhe aftësinë tërheqje të vokacionit ushtarak, sepse nëse konsiderojmë 14 mujorin e fundit dhe me këtë prurje të re të këtyre ditëve, praktikisht janë shtuar forcave të armatosura 1000 personel aktiv.